Mbrëm pas mesnate, zyrtarët policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria personin SSH 21 vjeçar nga fshati Reqice e Madhe, duke vepruar sipas një kallëzimi të mëparshëm se në të njëjtën ditë në orën 10 në fshatin Zhelin, ndërsa po shkonte në një aheng familjar nga vetura e tij e tipit BMW me targat Tetovës, ka shtënë me armë zjarri dhe ngjarjen e ka publikuar në një rrjet social. Nga SSH është konfiskuar një pistolet Zoraki me një karikator të zbrazët dhe një kuti me 21 fishek, për të cilat nuk posedonte leje. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të përgatitet para shtresë përkatëse. Sot në mëngjes në bulevardin Vllezëri Gjinovski në Gostivar, zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë arrestuar personin BA 20 vjeçar nga fshati Reçan. Tek ai është gjetur dhe konfiskuar një boks hekuri marijuan dhe rizla. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 11:30 në rrugën Shtips ka në afërsi të tregut të grave në Tetov për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale vjedhje. E disponueshme sipas neni 235 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria personin KK 44 vjeçar nga Tetova. Ai dyshohet se me datë 14 tetor 2025 ka vjedhur në një shtëpi në fshatin Slatin dhe është ndaluar në stacionin policor, ndërsa pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 15:05 në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar e kanë privuar nga liria personin BG 38 vjeçar nga Gostivari, pasi në policinë e Gostivarit rreth orës 10:30 ka shkuar si palë për të marrë një dokument të nevojshëm. Është sjellë në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar një punonjëse. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 20 në DPB Gostivar, 19 vjeçarja IF nga Gostivari ka denoncuar se në të njëjtën ditë rreth orës 16:30 së bashku me DR nga Gostivari, ndërsa prisnin autobusin në rrugën e Lindenit në Tetov, një person i ka kërcënuar me thikë dhe është përpjekur që ja marrë telefonin celular, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në orën 20:40 zyrtar policor nga SPB Tetov në fshatin Zhelin dhe në orën 20:55 në fshatin Grupçin i kanë privuar nga liria personin UR 18 vjeçar nga fshati Zhelin dhe një mitur nga fshati Grupçin, të cilët janë denoncuar nga AR 19 vjeçar nga fshati Bozovc, se në orën 15, ndërsa ishin së bashku me mikun e tij të mitur në fshatin Reqice e Vogël, në një objekt hotelerik në Tetov, ishin sulmuar fizikisht nga UR, i mituri dhe 4 persona të tjerë. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 16:40 në stacionin policor në Gostivar, personi PM 23 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar si një ditë më parë rreth orës 15:40 për shkak të një keqkuptimi rreth parkimit të një automjeti, ishte sulmuar fizikisht nga SM nga Gostivari, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 12 zyrtar policor nga stacioni policor për vëzhgimin e kufirit Rogaçev, gjatë kryerjes së shërbimit të patrullës, kanë gjetur një granat artillerie 120 mm të pashpërthyer nga lufta e parë botërore. Granata është marrë në mënyrë të sigurt nga një ekip i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim.